Tentimi I sotëm I kryetarit të Kuvendit Afrim Gashi për të zhbllokuar punën e Komisionit Parlamentar për Politikë Sociale, Demografi dhe Rini ka rezultuar I pasuksesshëm pas dorëheqjes së deputetes Ilire Dauti nga pozita e kryetares së komisionit. Gashi caktoi deputetin e Frontit Evropian Bexhan Ilyas që të kryesojë me seancën e sotme të komisionit, megjithatë ai nuk u paraqit sot në kuvend. Ilyas ka theksuar se nuk do të vijë sot në kuvend për shkaqe subjektive, por po ashtu ka thënë se është emëruar pa qenë I konsultuar. Sot në kabinetin e kryetarit ka arritur letër nga koordinatori I Frontit Evropian, ku thuhet se deputeti Bexhan Ilyas do të mungojë në të gjitha aktivitetet në kuvend. Komisioni për Politikë Sociale, Demografi dhe Rini, I cili ishte parapartë të mbahet sot në ora 11:30, është shtyrë. Nga Fronti Evropian kanë thënë se përmes thirrjes së Komisionit për Politikë Sociale, Demografi dhe të Ri, Gashi po tenton që të deblokojë ligjin për branitellat. Deputeti Elmi Aziri tha se nëse Gashi dëshiron të deblokojë vetëm komisionin në fjalë, të thërret seancë plenare dhe të shfuqizohet konkluzioni dhe interpelanca ndaj Dautit në mënyrë që ajo të zgjidhet përsëri kryetare e komisionit. Nga Fronti Evropian nuk do të dërgojmë asnjë propozim tjetër dhe nuk do të pranojmë asnjë lojë tjetër të errët që ka gatuar Gashi me padronët e tij për të kontrabanduar ligjin për branitella, por I bëjmë thirrje që të mos provokojë këtë ta bëjë as me ndonjë deputet tjetër duke emëruar si kryesues. Tentativa e sotme për të thirrur mbledhjet e Komisionit për Politikë Sociale konfirmon pikërisht atë që ne e paremëruam që në fillim, se shkarkimi I Ilire Dautit nga shumica parlamentare me propozim të vendosur në rendite nga Afrim Gashi ka për qëllim të hapë rrugën deblokimit të ligjit për branitella. Andaj sot I bëjmë thirrje që të kthjellet dhe të tërhiqet nga këto skenare. Ndërkaq lideri I lëvizjes Besa Bilal Kasami akuzoi BDI-n se në bashkëpunim me LSDM-n e nisën këtë si iniciativë për të krijuar tensione edhe në këtë qeverisje. Ne kemi pasur qëndrim parimor që në fillim që është një çështje që është delikate dhe duhet të ketë një zgjedhje adekuate për të dy anët e konfliktit. Sigurisht që edhe pjesa tjetër në këtë rast UÇK ka qenë e pranuar si palë në konflikte dhe me marrëveshjen Ohrit ka pasur obligim shteti të bëj socializimin e tyre. Pra ne vetëm këtë kërkojmë që në këto kushte delikate mos hapen tema të cilat vazhdojnë të krijojnë tensione në shtet. Kujtojmë se ligji për branitellat u propozua nga LSDM-ja, megjithatë ligji momentalisht ka mbetur I bllokuar në Komisionin Parlamentar për Politikë Sociale, Demografi dhe të Ri. Fillimisht kryetare e komisionit ishte deputetja nga opozita shqiptare Ilire Dauti, por për shkak të rezistencës së saj që të vendosë këtë ligj në rendite, deputetët më 10 janar miratuan interpelancë kundër saj të iniciuar nga Levica.